Ish-deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saliani është përballur me një vendim të gjykatës së Fierit, e cila e ka dënuar me 1 vit burg për veprën penale të kallëzimit të rrem. Ky dënim ka ardhur pas një procesi gjyqësor të gjatë ku Saliani është akuzuar për paraqitjen e pretendimeve të pavërteta dhe shpifjeje gjatë një çështjeje që ai kishte ngritur në mënyrë publike dhe në institucionet e drejtësisë. Në seancën që do të mbahet sot në gjykatën e Fierit, Saliani do të paraqisë kërkesën për liri me kusht, duke argumentuar se dënimi në burg është i tepruar dhe se ai duhet të përfitojë nga mundësia ligjore për zbutjen e masës. Avokatët e tij kanë theksuar se klienti ka pasur sjellje të mirë gjatë gjithë kohës, nuk paraqet rrezik për shoqërinë dhe se ky vendim do të ishte një masë e ashpër që ndikon jo vetëm në të, por edhe në familjen e tij. Kjo kërkesë për liri me kusht ka rëndësi të veçantë, pasi në rast të refuzimi Saliani do duhet të vuajë dënimin në burg, duke rikthyer kështu në qëllit e sistemit penitenciar. Nëse gjykata e pranon kërkesën, ai mund të vazhdojë jetën jashtë ambienteve të paraburgimit me disa kushte që do të përcaktohen nga drejtësia. Çështja penale ndaj Salianit ka marrë vëmendje të madhe në opinionin publik dhe mediatik, duke e parë si një nga rastet më të ndjekura ku përplaset politika dhe drejtësia në vend. Vetë ish-deputeti ka kundërshtuar në vazhdimsi akuzat, duke e cilësuar këtë proces si një përpjekje për të heshtur zërin dhe për të penguar aktivitetin e tij politik dhe qytetar. Në mbrojtjen e tij, Saliani ka theksuar se çdo veprim i tij ka qenë brenda kornizave ligjore dhe akuzat kundër tij janë të pabaza dhe të motivuara politikisht. Ai është shprehur se do të vazhdojë betejën ligjore për të dëshmuar pafajësinë dhe për të rikthyer besimin e publikut në drejtsinë e paanshme. Gjykata e Fierit pritet të marrë një vendim që do të jetë përcaktues për fatin e ish-deputetit dhe do të pasqyrojë në një farë mënyre edhe klimën e përgjithshme të drejtësisë në vend, sidomos kur bëhet fjalë për figura publike dhe ish politikan me ndikim.